19 maj. Çfarë bën Jezusin të ngazëlloj? Në të njëjtën orë, Jezusi ngazëlleu në frymë dhe tha: Unë të lavdëroj o Atë, Zoti i qiellit dhe i tokës, sepse u afshehe këto të urtëve dhe të mençurve, dhe u zbulove fëmijëve të vegjël. Po o Atë, sepse kështu të pëlqeu ty. Luka 10:21. Ky varg është njëri nga 2 rastet në Ungjil ku thuhet se Jezusi ngazëlloi. 70 dishepujt ishin kthyer nga turi i tyre i predikimit dhe ja raportuan suksesin Jezusit. Vëre se të 3 antarët e Trinisë po ngazëllojnë. Jezusi po ngazëllon, por thuhet se ai po ngazëllon në frymën e shenjtë. Për mua kjo do të thotë se fryma e shenjtë po e mbush dhe po e motivon atë që të ngazëlloj. Në fund të vargut, pastaj përshkruhet kënaqësia e Perëndis Atë. Po o Atë, sepse kështu të pëlqeu ty, e bëre këtë plot ngazëllim. Tani, çfarë bën gjithë trinin që të ngazëlloj në këtë rast? Arsyeja është dashuria zgjedhëse dhe e lirë e Perëndis për t'ia fshehur gjërat elitës intelektuale dhe për t'u zbuluar foshnjave. Unë të lavdëroj o Atë, Zoti i qiellit dhe i tokës, sepse u afshehe këto të urtëve dhe të mençurve dhe u zbulove fëmijëve të vegjël. Çfarë u fshe Ati disave dhe u zbulon të tjerëve? Luka 10:22 na i jep përgjigjen. Askush nuk e di kush është biri përveç Atit. Prandaj, ajo që Perëndia Atë duhet ta zbuloj është identiteti i vërtet frymor i birit. Kur të 70 dishepujt u kthyen nga misioni i tyre ungjillëzues dhe i raportuan Jezusit, ai dhe fryma e shenjtë ngazëlluan që Perëndia Atë kishte zgjedhur, sipas pëlqimit të tij, sipas ngazëllimit të tij, që t'u zbulonte birin fëmijëve të vegjël dhe ta fshihte atë nga të mençurit. Thelbi i kësaj nuk është se Perëndia zgjedh vetëm disa klasa të caktuara njerëzish, por që Perëndia, për hirin e tij, është i lirë të zgjedh kandidatët që kanë më pak gjasa për t'u zgjedhur. Perëndia shkon kundër asaj që mund të diktojë merita njerëzore. Ai u fshihet të mençurve të vetëmjaftueshëm dhe u zbulohet atyre që janë më të pafuqishmit dhe të paaftët. Kur Jezusi e sheh Atin që në lirinë e tij ndriçon dhe i shpëton njerëzit, për të cilët shpresa e vetme është hiri i lirë, ai ngazëllon në frymën e shenjtë dhe gjen kënaqësi në zgjedhjen e Atit të tij. Prandaj, kur ne shohim këtë, pra, kur e dim që jemi mes fëmijëve të zgjedhur, edhe ne i bashkohemi ngazëllimit.